Për mua edhe për LDK në emri për vetë që më ka të bëj parimi, njërë që konstruimi mu finalizu, sa ma shpejt dhe një marrëveshje politike është për te urgjense, sepse Kosova përfundimisht është në krizë politike e cila në mungesë funksionimit kuvendit në ratë parë. Me vonë edhe të ekzekutivit me legitimitet që ka dalë për në shkurtit e pa mundëson me mirëmbajtja, kujdestaria në qeveri edhe ashtu me probleme, sepse edhe deputet edhe minister nuk funksionon, nuk është e drejt, nuk është legjitime, bon këtë vend që me pauzu. Specifik, LDK i ka votu 2 gra presidente, por si pas një marrëveshje politike. Edhe në të 2 rastet nuk është mbajt fjala LDK-s. Nuk është mbajt fjala, por ne kemi votu për agjendën e Republikës, për nevojat të zhvillimit Kosovës dhe kemi përballu. Edhe në rastin e parë të zonja Jahjaga, edhe të rasti i fundit të zonja Osmani Sadriu, ne kemi dhënë kontributin tonë konstruktiv, votën tonë politike, kemi developua situatën edhe kemi jetë përpara. Kështu që nuk e di ku mundet me zgjetë, kemi dhënë emra si në ekipe Kelvendi, apo Edita Tahiri më herët, dhe shumë autoritetet tjera që në politika në qenë zonja dhe lidere në politikë bërje. Ta është me arën këtë kohë me thonë që partitë politike në Kovend kanë probleme me përfacimin e një grua është edhe shumë keq, edhe shumë rënë, edhe shumë larkë ka shku me këtë punë.